أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndrime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, salamat qofshin bi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me kaptinën e radhës, kaptinë e cila flet po ashtu për realitetin e Islamit, duke u bazuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kaptina para kësaj, pra dy legjëratat e fundit që kemi fol, ka qenë kaptina argumentet nga Kur'ani për realitetin e Islamit të sakt. Kjo kaptin flet argumente nga suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kuptimin e realitetit të Islamit. Kjo kaptin ndahet në 7-9 kaptina të vogla, dhe të flasim me lejen e Allahut sonte për 3 prej tyre. E para thot dituria për kuptimin e fjalës la ilaha illallah është kusht për mbrojtjen e gjakut dhe pasurisë, pra është kusht që njeriu të bëhet musliman. Bindja dhe dituria e kuptimit të shahadetit është kusht për saktësinë e saj. Mohimi I asaj që adhurohet pos Allahut është kusht që njeriu të jetë musliman, Në kaptinat tjera që do të flasim me lejen e Allahut javën e ardhshme, janë që zhvijojnë. Fjala tauhidit, pra fjala la ilaha illallah, e siguron njeriu, I ban dobi njeriu me kusht në qoftë se ai largohet prej shirkut. Fjala la ilaha illallah I ban dobi njeriu me kusht. Cili është kushti? Në qoftë se ai largohet prej shirkut. Baza, kaptina tjetër, apo nën kaptina tjetër flet, baza e tauhidit është njohja e Allahut. E treta, istihalatu ibadati Allahi bishirk. Pamundësia e adhurimit të Allahut duke I bërë shirk. Por nuk mundet të jetë legjitime adhurimi ndaj Allahut dhe të njëjtën kohë me I bërë shirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe nën kaptina tjetër, el ilmu qabla el qawli wal amal, dituria është para fjalës dhe veprës. Dituria është para fjalës dhe veprës. Nën kaptina e parë, dituria e kuptimit të dy shahadeteve, pra dituria rreth fjalës la ilaha illallah dhe fjalës dëshmisë Muhammedur Rasulullah është kusht që njeriu të konsiderohet musliman. E kundërta e kësaj çka na thot neve, se në qoftë se njeriu e thot këtë fjalë, ama nuk ja di kuptimin, e dëshmon dëshminë la ilaha illallah dhe dëshminë Muhammedur Rasulullah, mirëpo nuk ka dituri për to dy dëshmi, I tilli nuk është musliman. Dhe nuk është I siguruar. Argument nga suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, javën e kaluar dhe javën e parakaluar kemi fol për argumente nga Kur'ani. Tash ne duke fol argumente nga suneti. Dikush thot po, tamam be jena mjaftuar me fjalë nga Kur'ani, aty kena përmendur diçka prej sunetit dhe mjaftojmë me kaq. Tematika është aq më rëndësi, çështja është aq më rëndësi, saqë për këtë realitet do të thotë me mojt ligjërata të njëjtën. Për shkak defektit të madh që e shohim në terren, që një pjesë bejgje e madhe, një numër I konsiderueshëm I njerëzve e thon këtë fjalë dhe pastaj I futen shirkut nga të gjitha dyert. Dhe nuk e kanë idenë se janë duke bërë shirk Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk e kanë idenë e kuptimit të fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah,
kuptim dituri e cila kam i shpëtuar në këtë botë dhe botën tjetër. Ka mundësi njeriu me thonë këtë fjalë dhe me shpëtuar në këtë botë dhe njerëz me kështu musliman. Mirë po, veç me fjalë. Edhe largohet prej shirkut dhe nuk ka bindje, nuk ka dituri, nuk ka nënshtrim prej brenda, siç është ja munafikave, mirë po nuk i bën dobi në botën tjetër kur dalin para Allahut subhanahu wa taala, çuç kanë fol në javën në vijim për islamin e realt që të shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër dhe islami i gjykimit, vetëm islami i gjykimit që e gjykojnë dikant si musliman në këtë botë, mirë po te Allahu është për besimtarët së këtë çështja e munafikave në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslimi nxjerr hadith nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah faman qala la ilaha illa Allah asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Jam urdhëruar ti luftoj njerëzit derisa të thonë. Vini re këto shprehjet që janë përmend në këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për këto shprehje çka kanë fol dietarët, se janë shumë më rëndësi. Jam urdhëruar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam urdhëruar ti luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illa Allah. Faman qala, kush thot la ilaha illa Allah, ai e ka siguruar pasurinë dhe vetën e tij tek unë. Pos me hakun e saj, e llogaria e tij është te Allahu. Po ashtu Abu Huraira transmeton hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, jam urdhëruar ti luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë. Hadithi i parë tha të thonë. Hadithi i dytë thotë të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut. Pra la ilaha illallah, me dëshmu la ilaha illallah. Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Të mbesojnë mua dhe ti besojnë asaj me të cilën kam ardhur unë. Fa idha fa'alu dhalik, nëse ata e veprojnë këtë, pasuria dhe gjaku i tyre janë të sigurta, pos me hakun e tyre, e llogaria e këtyre njerëzve është te Allahu. Transmeton hadith Abdullahu, djali i Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhuma, se ka thënë dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas, jam urdhëruar ti luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë la ilaha illa Allah Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah, të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Ta falin namazin, ta japin zakatin, në qoftë se ata e veprojnë këtë, pasuria dhe gjaku i tyre janë të mbrojtur pos me hakun e tyre, e llogaria e këtyre njerëzve është te Allahu subhanahu wa taala. Abi Malik nga babai i tij thot kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, të këtë thënë: Kush thot la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dhe e ka mohu, ka bo kufër në atë e cila adhurohet pos Allahut, harume maluhu wa damuhu, pasuria dhe gjaku i tij janë haram, llogaria e tyre është te Allahu. Dhe në transmetim tjetër se e ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të këtë thënë: men wahhada Allaha thumma dhakara mithlahu, kush e njëson Allahun, kush e njëson Allahun dhe e mohon atë e cila adhurohet pos Allahut, gjaku dhe pasuria e tij janë të mbrojtur, llogaria e tij është te Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha këto transmetime neve na bojnë të qartë se nuk mundet me qenë njeriu musliman derisa të thot la ilaha illallah në bazë të transmetimeve, të thot la ilaha illallah, të dëshmon la ilaha illallah, të mohon atë e cila adhurohet pos Allahut. Transmetim tjetër, ti beson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe asaj me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Transmetim tjetër, derisa ta njëson Allahun subhanahu wa taala. Në kaptina çka folke?
nën kaptina, titulli i kësaj që jam të fol dash, thot dituria për këto dy dëshmi është kusht për saktësinë e Islamit dhe është kusht për sigurinë e tij, pasurisë dhe gjakut të tij. Mirë po, në këto hadithe që i përmenda, su përmend kërkun ilmi, apo dituria su përmend. Në kretë hadithet thot, kush thot, kush dëshmon, kush beson, kush njëson Allahun, kush beson atë që ka marrë unë dhe mua. Te kretë hadithet folet për kush ka thonë, kush ka dëshmu, kush ka besu, kush ka mohu atë që adhurojnë pas Allahut, edhe kush i ka njësu Allahun subhanahu wa taala. Prej nga e nxjerrim na prej këtyre haditheve se dituria për këto dëshmi është kush për saktësinë e saj. Kanë thonë dietarët. Thot Ibn Mendhuri në librin Lisanul Arab, mana kelimeti qaul, kuptimi i fjalës qaul, kuptimi i fjalës thot. Ka thonë, kush thot? Kjo është fjala gjuna arabe qaul. Çka kuptimi i kësaj? Thot fa amma tajawuzuhum fi tasmiyati al-i'tiqad wal ara'i qawlan فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول. Thot dhe kanë leju dietarët me përmend, kanë leju dietarët me përmend me e emërtu mendimin dhe besimin me tha, me thot, me fjalën qaul. Pra kur thot besam, kush thot, e ka për qëllim kush beson. A jeni këtu? Në hadith, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot la ilaha illallah, e ka për qëllim kush beson në la ilaha illallah. Pse? Thot për shkak se na nuk kena rrugë çish me hi me e këshyt besimin e tij. Besimin e tij e mbartim te fjala e tij. Kur të thot ai, na kështu e besojmë që ai kështu beson. Dhe kuptimi i hadithit është se kush thot la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, është për qëllim e ka kuptimin kush beson se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Thot, për shkak se ne nuk mundemi me u fut te besimi i tij pos nëpërmjet fjalës së tij, apo nëpërmjet asaj e cila qëndron në vend të fjalës e cila aludon në besimin e njeriut. Thot Ibn Shammar, taqulu qawwalani fulanun hatta qultu ay allamani wa amarani an aqul. Qawwalani m'ka ba me fol, m'ka ba me thon. Do të thonë dikush m'ka çu me thon diçka. Çka kuptimi i kësaj? Njani mbani mu me thon diçka. Çka kuptimi i kësaj? Thot kuptimi i kësaj është njani më mësoi mua diçka. Allamani wa amarani, më mësoi diçka edhe më urdhëroi diçka. Pra fjala qaul e ka për qëllim ilmin, diturin. Në kuptimin e hadithit do më na thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush beson, kush e din se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i Allahut, gjaku dhe pasuria e tij janë të mbrojtur pas me hakun e pasurisë apo me hakun e gjakut dhe llogaria këtyre njerëzve është te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është kuptimi i hadithit. Nuk është kuptimi i hadithit vetëm me thon. Kjo fjala me thon e ka për qëllim me ditë. Kjo fjala me thon në hadith e ka për qëllim me besue. Në qoftë se e thot ama nuk e din, nuk konsiderohet e sakt. Në qoftë se e thot ama nuk e beson, nuk konsiderohet e sakt te Allahu subhanahu wa taala. Al-ilmu shartun fi sihhati ash-shahada. Dituria është kusht në saktësinë e dëshmisë. Mbani mend këto tituj. Dituria është kusht në saktësinë e dëshmisë. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është dërguari i Allahut, e fal namazin, zakatin, pasuria dhe gjaku i tij janë të mbrojtur pos me hakun e tyre, llogaria e këtyre njerëzve është te Allahu subhanahu wa taala. Thot Abu Bakr bin al-Anbar, te fjala e muezinit kur thot ashhadu an la ilaha illa Allah, kuptimin e ka. Fjala ashhadu
an la ilaha illa Allah, kuptimin e ka. A'lamu an la ilaha illa Allah, e di, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut, kuptimin e kjo dëshmia, kuptimin e ka, e di se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut. Dhe e spjegoj, dhe e qartësoj, se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut. Dhe të fjala, ashhadu anna Muhammed Rasulullah, e di dhe e sqaroj se nuk ka se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Dhe të fjala Allahut subhanahu wa taala, shahidallahu annahu la ilaha illahu, ka dëshmuar Allahu se nuk ka të adhuruar me merit pos ti, thot Ebu Ubejde, mana shahidallah, kuptimi fjalës ka dëshmu Allahu është ka qadallahu annahu la ilaha illa huwa, wa haqiqatuhu, kuptimi i shahid Allah, ka dëshmu Allahu, kuptimi i kësaj është se ka urdhëruar Allahu, ka vendosur Allahu që mos tjetë i adhuruar dikush tjetër me merit pos Allahut, thot Ebu Ubejde. Dhe realiteti i kësaj na është alim Allahu wa bayyan Allah, e ka dit Allahu dhe e ka sqaruar Allahu, e ka ditur Allahu dhe e ka sqaruar Allahu. Thot ولأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه, për shkak se dëshmitari është ai i cili e din diçka dhe e sfjegon atë çka e din. A mundet me qenë dëshmitar dikush që nuk e din diçka? Ina duke bërë tash një muhabet për një vjedhje dhe duhet dëshmitar, apo? A mundet me dëshmu dikush që nuk ka dituri për çatë vjedhje? S'mund me dëshmu, apo? Kush është dëshmitar? Dëshmitar është ai i cili ka dituri për çatë punë dhe e sfjegon atë çka e din. E tash, a ka mundësi njeriu të konsiderohet musliman në qoftë se dëshmon për diçka që nuk e din? Tash për to punt, për to shembuj që japim na, është e qartë, apo? Ka humbë diçka. Filani dul prej xhamie, na duhet dëshmitar që ka dalë. A mundet me dëshmu që dikush ka dalë, që filani ka dalë prej xhamie, një person i cili se ka pa, s'ka dituri? S'mund me dëshmu, apo? Kush dëshmon që filani ka dalë prej xhamie, ai i cili e ka pa duke dalë prej xhamie, ka dituri që ka dalë prej xhamie dhe e sfjegon këtë dituri. A mundet me dëshmu dikush se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari i Allahut, mirëpaj nuk e din këta. Nuk e njeh Allahun dhe s'ka dituri për këta dhe nuk ka besim për këta. A mundet? Mundet, po ajo është gënjeshtër. Mundet, mirë po është e pasakt. Mundet, mirë po është jo legjitime. Është e papranuar. Fjala shahid Allah, ka dëshmuar Allahu, e ka për qëllim, kuptimi i saj është e din Allahu. Kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut, e ka për qëllim. Kush e din se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut subhanahu wa taala dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. E ka pyetur Al-Mundhiriu Ahmed ibn Yahya për fjalën e Allahut subhanahu wa taala, shahid Allahu annahu la ilaha illa hu, ka dëshmuar Allahu se nuk ka të adhuruar me merit pas tij. Ka thënë Ahmed ibn Yahya, kullu ma kana, çdo herë kur vjen shahid Allah, ka dëshmuar Allahu, fa innahu bi ma'na, ajo ka për qëllim, është në kuptimin alim Allah, e ka dit Allahu, e din Allahu. Thot Ibn Arabiu, kuptimi sa është qala Allahu wa yakunu ma'nahu alim Allahu. Kuptimi sa është e ka dit Allahu, e din Allahu subhanahu wa taala, ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn al-Anbari, kuptimi është بين الله أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا هو, ka sfjeguar Allah se nuk ka të adhuruar me merit pos tij. Të gjitha këto sfjegime nga ana dietarëve për ajetet dhe hadithet që flasin rreth fjalës ka thënë apo fjalës ka dëshmu, na argumentojnë neve, na sfjegojnë neve, na flasin neve se fjala kush thot në hadith
dhe fjala kush dëshmon në hadith e ka për qëllim kush e din. E ai që nuk e din, nuk vlen hadithi për ta. Thot pejgamberi sallallahu kush thot la ilaha illallah, në kuptim, kush e din se la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, gjaku pasuria e tij janë të mbrojtur. E ai që nuk e din, gjaku pasuria e tij nuk janë të mbrojtur. Kush dëshmon? Fjala dëshmon, çka është kuptimi? Kush e din se la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, e fal namazin, e zakatin, pasuria e gjakut i tij janë të mbrojtur. Kush nuk e din, pasuria e gjakut i tij nuk janë të mbrojtur. Llogaria e tij është Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Kurtubiu, Allahu mëshiroft, ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. A dit nuk e posedojnë shefatin ata të cilët janë adhuru pas Allahut subhanahu wa taala, pos për ata të cilët kanë dëshmuar të vërtetën duke e ditë. Thot Imam Kurtubiu dhe kuptimi ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة. A dit nuk mundën me bo shefat për dikan pos për ata të cilët kanë dëshmu të vërtetën. Dëshmimi të vërtetës është fjala la ilaha illallah, e fjala dëshmi do me thonë me e dit se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut, kanë besu me dituri dhe larë pëmsi. Thot Sejid ibn Gjubejri, kjo fjala është fjala la shahadatul haq, dëshmia të vërtetës është fjala la ilaha illallah wa hum ya'lamun, duke e dit, thot Sejid ibn Gjubejri, haqiqata ma shahidu bihi, duke e dit realitetin e asaj të cilën kanë dëshmu. Sot me ndal një grumbull të madh të mësueshëm të njerëzve të cilët i thonë vetë musliman, me thonë a mushën ka dushon me thonë fjala la ilaha illallah, ta jep kuptimin e Abu Jahlit fjalës la ilaha illallah, thot nuk ka zot tjetër pas Allahut. A zot në tjerë që adhuron pas Allahut janë të shumët, prej kohrat të mëhershme deri në zamanin tonë, nga më të ndryshmit. Dhe një numër i koserushëm nuk e din kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Dhe kur t'ja lidhish do çështje prej çështjeve bashkohore me fjalën la ilaha illallah, thot ka dole, ka i lidhë këto mesela këto. Po krejt feja është të fjala la ilaha illallah. Krejt lufta në dunjë bëhet për çkëtë mesela. Për këtë çështje bëhet. Armiqësia prej te iblisi, lanetullahi alayhi, ma Adem alayhis salam, deri në kiamet për këtë mesela bëhet. Këto është çështja. Të qenurit e Allahut i vetmi meritor që adhurohet dhe mohimi i adhurimit prej të gjithë tjerëve pas Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Taberiu, kam dhënë disa prej se kuptimi i këtij ajeti është se nuk e ka në posedim Isa alayhis salam, Uzair alayhis salam, melaçet dhe ata të tjerët që janë adhuru pas Allah, që kanë adhuru mushrik, nuk kanë me mundësi me bo shefat e Allah. Nuk kanë mundësi me bo shefat e Allah për ata që i kanë adhuru. Pos për ata të cilët dëshmojnë të vërtetën, e kanë njësu Allah SWT, janë nërshu Allah SWT me tauhid, me dituri. Dhe e kanë konsideruar të sakt atë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është fjala e sinqeritetit, duke e ditë dhe se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ja mundëson as Isait a.s., as Uzeirit, as melaçeve, as pejgamberit sistem, as dietarëve të mëdhej, as evlijave të Allahut subhanahu wa taala me bo shefat pas për personat të cilët e kanë njësu Allahun dhe nuk i kanë bo shirk Allahut subhanahu wa taala. Thot Imam Kurtubiu, të fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut, i cili është i vetëm, i pashok, pra kuptimi i kësaj është antiku bima a'lamuhu wa atahaqqaquhu. Dëshmoj në atë çka e di dhe jam i bindur. Dhe realizoj në atë çka e di. Fjala dëshmoj e ka për qëllim diturinë. Në kapitullin e dytë thot al-yaqinu wal-amalu bi muqtada ash-shahadati shartun fi sihhatiha. Bindja dhe veprimi
bindja dhe veprimi i asaj që ka kuptohet prej fjalës la ilaha illallah është kusht për saktësinë e saj. Ka mundësi dikush me dëshmu këtë fjalë, me e thanë këtë fjalë, ama nuk është i bindur. E bindja është kusht për saktësinë e saj. A mjaftojë me kaq? Kushti i parë cili ishte ilmi, dituria. Tash cili çfarë kushti paska? Kushti i dytë që ka, kusht tjetër që ka, me qenë i bindur. A mjaftojë me kaq? Jo, paska një kusht tjetër. Cila është kushti? Me veprua me atë që kuptohet për fjalës la ilaha illallah. Me veprua me atë që kuptohet për fjalës la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Thot Abdurrahman ibn Hasan, Allahu më shëroft, në shpjegimin e librit të tauhidit të Hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab, thot në kuptimin e shahadetit, për kuptimin e shahadetit, të fjala e pejgamberit se kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut, thot men takallama biha arifan lima'naha amila bimuqtadaha batinan wa zahira fala budda fi shahadatayn min al-ilm wal-yaqin wal-amal bimidulha kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Amma an-nutqu biha من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل مما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. Do të dëgjojnë në gjuhën arabe ata që marrin në radhësh. Thot për dëshmin, për hadithin dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut. Thot e ka për qëllim se ai që flet me këtë fjalë, duke e ditë kuptimin e kësaj fjale, duke vepruar me atë që kuptohet prej kësaj fjale, prej brenda dhe prej jashtë, për shkak se për to dy dëshmi, për dëshmin la ilaha illallah dhe Muhammed Rasulullah është e patjetërsueshme dituria, bindja dhe vepra me atë që kuptohet prej kësaj fjale. Qysh ne ka thënë Allahu në Kur'an, dije se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut. Dhe fjala e Allahut subhanallahu pos atij i cili dëshmon me të vërtetën dhe e din, thot Hoxha Abdurrahman ibn Hasan, Allahu më shiroft, e sa i përket atij i cili e shqipton këtë fjalë, duke mos ja ditë kuptimin kësaj fjale, dhe duke mos qenë i bindur në këtë fjalë, dhe duke mos vepruar me atë çka kuptohet prej kësaj fjale, prej distancimit prej shirkut dhe sinceritetit në fjalë dhe në vepra, fjalët e zemrës dhe të gjuhës, veprat e zemrës dhe të gjymtyrëve, kjo fjalë nuk i ban dobi me ixhmat të gjithëve. Kjo fjalë nuk i ban dobi me ixhmat të gjithë dietarëve. Por nëse njeriu e thot këtë fjalë, ama nuk ka di kuptimin, nuk është i bindur dhe nuk vepron ato çka kuptohet prej kësaj fjale, këtij njeriu nuk i ban dobi shqiptimi me ixhmat të dietarëve. Me ixhmat të dietarëve. Ai i cili e thot këtë fjalë, dhe pastaj shkon adhuron dikant tjetër pos Allahut subhanahu taala, shqiptimi i kësaj fjale nuk i ban dobi. Ai i cili e thot këtë fjalë, mirë po, ja jep të drejtën e ligjvënjes diku tjetër pos Allahut subhanahu taala, çish veprojnë votuesit në ditën e zgjedhjeve, kur zgjedhin deputet të cilët i dalin karshi Allahut subhanahu taala në ligjvënje, këtyre njerëzve kjo fjalë nuk i ban dobi. Ata që e thonë këtë fjalë dhe u besojnë yjeve, kjo fjalë nuk i ban dobi. Ata që e thonë këtë fjalë dhe adhurojnë idhuj, druj, varreza dhe kështu me radhë, kjo fjalë nuk i ban dobi. Pse? Për shkak se nuk kanë vepruar me atë që kuptohet për këtë fjalë. Kjo fjalë është fjala e tauhidit. Kjo fjalë është fjala e tauhidit. Dhe na cekëm në ligjëratën e kaluar në mosgabofsha. Se njësimi i Allahut në ligjvënje, njësimi i Allahut në vendim, në gjykim, është kusht për saktësinë e kësaj fjale. Ai i cili nuk e njëson Allahun në ligjvënje, kjo fjalë nuk i ban dobi, edhe në qoftë se e thot me miliona herë. Kjo nuk është fjala ime. Kjo është fjala e dietarëve të
djetarve të muslimanve. Thot Imam Kurtubiu në Al-Mufham, duke shpjegu Sahihin e Muslimit, kështu titullin që ka lanë. Titullin në librin Mufham është libër që Imam Kurtubi ka shpjegu librin Sahihin e Muslimit. Kështu far titulli ka lanë. Thot titullin: Babu la yakfi mujarradu at-talaffuz bi-shahadatayn. Kaptin, nuk mjafton vetëm shqiptimi i dëshmive. Nuk mjafton se sikur të kish mjaftu vetëm shqiptimi, kish mi bë dobi edhe Ubej bin Selulit. Kish mi bë dobi edhe munafikave. Kish mi bë dobi edhe krishterëve. Kish mi bë dobi edhe jehudëve. Për shkak ata thon këtë fjalë. Mirë, po i bën shirk Allahut, i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Thot bel la budda min istiqan al-qalbi. Thot po është patjetër bindja me zemër kur e thon këtë fjalë. Thot Imam Abdulrahman ibn Husaini Allahu mëshiroft, هذه الترجمة تدل على فساد مذهب الغلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بشهادتين في الإيمان كاف لمن وقف عليها وحديث هذا الباب تدل على فساده. Thot kjo kaptin e Imam Kurtubijut, emërtimi i kësaj kaptine të Imam Kurtubijut na tregon neve të keqen, padrejtësinë, zullumin, fesadin e mëdhëbit të tepruesve në irxha. Të tepruesve në irxha, të cilët thonë se shqiptimi, se vetëm shqiptimi i këtyre dëshmive është i mjaftueshëm. Është i mjaftueshëm për me shpëtu njeriu. Thot në vazhdim Hoxha Abdulrahman ibn Hasan, në këtë hadith kemi atë që argumenton se fjala kush dëshmon fa inna shahadata la tasihu illa idha kanat an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Thot këto hadithe në argumentojnë neve se fjala dëshmoj e ka për qëllim se nuk dëban dobi ty të Allahu, pos në qofse në këtë dëshmi ka dituri, bindje, sinceritet, besnikri. Thot Al-Wazir Abul Mudhaffar në librin e tij Al-Ifsah në shpjegimin e librit të Imam Buhariut, shahadatu an la ilaha illallah, dëshmia se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut, yaqtadi an yakuna shahidu aliman. Kjo ngërthen në vete se dëshmitari duhet me qenë i ditur, duhet me ditë se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe fjala Allahu subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah, dije se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut subhanahu wa taala, na tregon neve se obligative është që adhurimin ta bëjmë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Thot an ta'lama anna hadhihi al-kalima mushtamilatun ala al-kufri bit-taghut wal-iman billah. Ta dish se kjo fjalë ndër veten ngërthen mohimin e tagutit, adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Fa innaka lamma nafayta al-ilahiyata wa athbata al-ijaba lillahi subhanahu kunta mimman kafarta bit-taghut wa amanta billah. Për shkak se ti në moment që mohon hynin për dikant tjetër pas Allahut dhe kët e dëshmove për Allahun subhanahu wa taala, ti je prej njerëzve të cilët ke bë kufër në tagut dhe ke besuar në Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Rajabi, al-ilah don me thon al-muta, do me thon i nënshtru atij të cilët i nënshtrohemi na dhe nuk e mëkatojnë na në shenjë madhrimi, dashurie dhe frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Faman ashtaka makhluqan fi shay'in min hadhihi al-umur, ai i cili i ban ortak Allahut në diçka prej këtyre çështjeve, të cilat janë prej çështjeve të veçanta vetëm për Allahun subhanahu wa taala, kana dhalika qadhan fi ikhlasihi. Kjo është cënim i tauhidit të tij, të fjalës la ilaha illa Allah. Wa kana fihi min ubudiyyati al-makhluq bihasabi ma fihi min dhalika, dhe kështu njeriu e ka adhuruar dikant pas Allahut subhanahu wa taala varësisht sa është largu prej Allahut subhanahu wa taala. Thot në librin Taysir al-Aziz al-Hamid Sulejman ibn Abdullah, te fjala Allahut kush dëshmon se nuk ka të adhuruar me merit pas Allahut subhanahu wa taala, kush thot këtë fjalë duke e ditë kuptimin, duke vepruar me atë që kuptohet prej kësaj fjale,
prej jashtë dhe prej brenda, kema dalla alayhi al-qawlu, çish ka argumentu fjala e Allahut subhanahu wa taala, dije se nuk ka të adhuron me rit pas Allahut subhanahu wa taala, apo dhe fjala e Allahut në surën Zukhruf, pas atyre që kanë dëshmuar të vërtetën duke e ditë, thot amma nutku, e sa i përket atij i cili është shqiptar, duke mos e ditë kuptimin dhe duke mos vepruar në atë që kuptohet prej kësaj fjale, shqiptimi i kësaj fjale nuk i bën dobi me ixhma të dietarëve, Thot Abdulrahman ibn Hasani, Allah më shiroft, فلا إله إلا الله تفعل لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا. Nuk i bën dobi pos ati i cili e din kuptimin e kësaj fjale në mohim dhe në pohim. Pra me i mohu zot të tjerë pos Allahut dhe hynin, adhurimin me pohu vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Wa man yataqada dhalika, dhe i cili e beson këtë fjalë dhe pranon atë që kuptohet për kësaj fjale dhe vepron me atë që kuptohet për kësaj fjale. E ai i cili e thot duke mos e ditë, duke mos besu dhe duke mos vepru në atë që kuptohet për kësaj fjale, thot e përmendëm fjalën e dietarëve se me ixhma nuk bën dobi dhe shqiptimi i tij, shprehja e tij janë ignorancë e pastër dhe janë argument kundër tij, Elusim Allahu që Allahu të na jap kuptim të kësaj fjale. Elusim Allahu që Allahu të na mundson që mos ta cënojmë këtë fjalë me në vepra prej fjalëve apo vepra të kufrit dhe të shirkut. Elusim Allahu që Allahu të na mundson të jetojmë si musliman, të vdesim si besimtar. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.